Kjo javë ishte pa precedent në 34 vite udhëtim të Partisë Demokratike. Këtë javë, narkodiktatura e Shqipërisë e Edi Rams mori goditjen më të rëndë në tempujt e demokracisë europiane me 2 seancat ndëgjimore në 2 tempujt më të mëdhej të demokracisë në Europë, të parlamentarizmit në Europë. Europa është e vendosur që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira. U them shqiptarëve me bindjen më të thellë. Europa është e vendosur të jap atë që meriton të gjithë atyre që kërkojnë t'i privojnë shqiptarët nga e drejta e votës lirë dhe tentojnë të kontrollojnë atyre vullnetin. Dhe ky është një ogur i bardhë shumë. Nëse opozita do kishte mbrojtur votën e lirë të shqiptarëve, Edi Rama sot s'do ishte kurrë në pushtet. Jo, nuk mund t'ishte. Kambante Europës të mbar botës për zgjedhjet e shqiptarëve po bie. Asgjë se shpëton Edi Ramën nga ndëshkimi për çdo akt që nërmerr ndaj këtyre zgjedhjeve. Çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë t'i shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër.